Po ashtu Allahu i lartësuar betohet në netët e këtyre 10 ditëve duke thënë wal fajr wa layalin ashr, pasha agimin dhe pasha 10 netët. Imam Taberiu në tefsirin e tij të Kuranit thotë se me këto 10 netët në të cilat betohet Allahu, dhe kur Allahu betohet në një krijesë të tij, kjo e tregon rëndësinë që e ka posaçërisht ajo krijesë në të cilën Allahu subhanahu wa taala betohet. E tregon vlerën e veçantë që e ka ajo krijesë në cilën betohet, sepse Allahu nuk betohet në çdo krijesë. Në secilën krijesë nuk betohet Allahu subhanahu wa taala, po betohet në krijesa të caktuara, në krijesa të caktuara të cilët e kanë një vlerë dhe një veçim prej krijesave të tjera, dallojnë prej krijesave të tjera, nuk janë si krijesat e tjera. Edhe ditët në të cilat tash betohet Allahu subhanahu wa taala në këtë jetë nuk janë pra si ditët e tjera. Siç thot Imam Taberiu, me fjalën 10 net është për qëllim 10 netët e 10 ditëve të para të muajit Dhulhixhe. Dhe thot se në këtë janë pajtuar të gjithë komentatorët e mëdhenj të Kur'anit famlar, janë pajtuar se kjo është për qëllim me fjalën 10 net. Të njëjtën gjë e thot edhe Ibn Kathiri në tefsirin e tij, dhe thot se kjo fjalë është transmetuar nga mufesir të mëdhej siç është Abdullah ibn Abasi, Ibn Zubairi, Mujahidi dhe të tjerë. Dhe këto janë prej komentatorëve më të mëdhej të Kur'anit famlar që kanë qenë në kohën e sahabëve dhe tabiinëve. Abdullah ibn Abasi dhe Abdullah ibn Zubairi janë prej sahabëve, ndërsa Mujahidi është komentatori më i madh prej tabiinëve dhe është nxënësi Ibn Abbasit. Gjithta po pajtohen se Allahu është betuar pra në këto 10 net, se me këtë betim është për qëllim këto 10 net. Dhe Allahu subhanahu wa taala betohet në krijesat të cilat kanë vlerë, ndërsa krijesave të tij nuk i lejohet që të betohen në dikën tjetër përveç se në Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam e ka ndaluar që njeriu të betohet në dikën tjetër përveç në Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam ka thonë kush dëshiron të betohet, le të betohet në Allahun ose le të hesht. Dhe në një hadith tjetër ka thonë kush betohet në dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala ka bërë shirk.